إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد مدينا الله سبحانه وتعالى sonte kemi arritur në pjesën e fundit të kaptinës të harejtit dhe të pastërtisë. Edhe sonte do të kemi hadithet e fundit të kësaj kaptine dhe pastaj do të futemi edhe te ezani. E kjo është prej mirësisë së Allahut subhanahu wa taala që na ka bërë neve të lexojmë hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me lehtësi të madhe dhe pa pas vështirësi në leximin e tyre. تفضل يا شيخ مسلم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. باب ما جاء في بول الصبي. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فأتبعه إياه. Tash po flet Imam Malik po thot përmend si një pjesës që ka të bëjë me urinën e djalit të vogël, urina e djalit të vogël. Hadithi është nga Aisha radhiyallahu anha, gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që i është sjellur një fëmijë i vogël, një djalë i vogël pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një sabi, dhe thot ai ka urinu në rrobën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka urinu do thot në rrobën e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot kërkoi një enë, thot, dhe një enë me ujë, kërkoi një enë me ujë dhe thot dhe e lagu, shikoi vendin ku ka prek urina e atij çunit të vogël dhe thot e pastroi me ujë vendin ku ka prekur urina. Akmil barakallahu fik. أحسن الله إليكم. عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله. هذا transmetim tjetër poshtë sahih që nga Qais bint Mihsan radhiyallahu ta'ala anha, që ka qenë motra e Ukash ibn Mihsan, që është i përmendur në hadithin e atyre që të fut 70.000 vende që të futen në xhenet pa dënim e pa llogaridhënie. Thot ajo thot e ka sjell një djalë të vogël te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot djali i vogël që akoma s'ka ngrënë ushqim, thot akoma ka qenë përgjini, thot. Dhe atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka ulur atë në prehrin e tij, ka ulur në prehër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot atëherë thot ky ka urinu në rrobën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë Rasul sallallahu alaihi wasallam thot ka thirr, thot ka kërkuar ti sillat ujë dhe e ka spërkat vendin e urinës së çunit dhe nuk e ka la atë. Ka ardhur në hadith tjetër të Rasulullah sallallahu alaihi wasallam që ka thënë bawlu sabi yundah wa bawlu al-jariyati yughsal. Thotë që
urina e çunit të vogël që akoma është përgjini, mjafton të spërkatet, vetëm të spërkatet me ujë vendi ku ka prekur urina. Ndërsa urina e gocës e vajzës së vogël duhet të lahet. Do thot nëse godet nëse laget rroba me urinë të vajzës, lahet ajo rrobë. Ndërsa nëse është urinë e djalit të vogël që akoma është përvini, ajo duhet vetëm mjafton të sfërkatet. Ndërsa kur të fillojnë të hajnë ushqim, atëherë edhe urina e vajzës edhe e djalit është e njëjtë. Ekmil barakallahu fik. أحسن الله إليكم. باب ما جاء في البول قائما وغيره. عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: دخل أعرابي المسجد فكشف عن فرجه ليبول، فصاح الناس به حتى على الصوت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتركوه، فتركوه فبال. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فصب على ذلك المكان. وتاني إمام مالك Allah për mend një transmetim që është mursal, do thotë është transmetim nga Yahya ibn Sa'idi, që ka qenë prej tabiinëve, dhe thotë që një beduin ka ardhur te pejgamberi, ka te xhamia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe thotë u zbuloi pjesën e turshme të pjesës trupit të tij dhe deshi të urinoj, thotë në xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë thotë njerëzit bërtitën dhe u ngritën zërat e tyre. Thotë derisa zërat u ngritën, thotë çfarë bën ky? Do të urinoj brenda xhamisë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë lejeni. Thotë dhe e lanë njerëzit dhe pastaj thotë ai urinoi. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë urdhëroi të sillet një kovë me ujë, thotë, dhe e hudhi në atë, urdhëroi thotë që kova e ujit të hidhet uji, do thotë në vendin ku ka urinuar ai beduini. Kjo është ngjarje që ka ndodhur në xhaminë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Paramendojeni, thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, çfarë mirësie ka pas dhe çfarë mësuesi i mirë ka qenë sallallahu alajhi wasallam. Thotë ka ardhur një njeri, një beduin, një i paditur nga shkret të tjera, dhe ka dashur të urinoj dhe ka urinu në xhaminë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, vendin më të mirë, xhamin më të mirë pas çabës, dhe vendin ku para tij ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka ndaluar ta pengoj, nga se thonë që të pengohet njeriu gjatë urinimit mund t'ia dëmtoj veshkët apo ta dëmtoj trupin e tij. Kjo e para, dhe ka qenë ai i paditur, ka qenë i paditur. Dhe pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thirrur atë dhe i ka thënë xhamit janë për madhërim të Allahut subhanahu taala, për namaz këtë gjëra, dhe ka thënë mos e vepro këtë punë tjetër. Atëherë ai beduini nuk e ka përsëritur dhe ka treguar se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë mësuesi më i mirë për të, sallallahu alajhi wasallam. Kjo e tëra nga se pejgamberi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë rahma lil alamin. Është mëshirë, rahmet. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rahmet për krejt njerëzimin. Për çdo gjë që ekziston, njerëzit, gjinat, shtazët, pemët, drunjët, çdo gjë që ekziston, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rahmet për ta. Dhe po ashtu ne duhet ta kemi shëmbulltyr atë sallallahu alaihi wasallam, të jemi rahmet për njerëzimin, e jo të vështirësojmë për njerëzit. Ekmel barakallahu fik. Assalamu alaikum. عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر يبول قائما. Këtu fillimi i kapitulit do të ishte i kësaj pjese ishte thotë në urinën a bën të urinohet në këmbë. Aisha radhiyallahu ta'ala anha قال من هذه الفرتيج قال من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا جالسا. Thon kush ju thotë që i dërguari Allah sallallahu alaihi wasallam ka urinuar duke qenë në këmbë, do të mos i besoni. Pejgamberi sallallahu nuk ka urinuar për vetë se ulur.
Edhe thot Aisha radiallahu anha që ka pa burrin e vet pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në veprimet e tij ka qenë që ai ka urinuar në këmbë, në ulur, duke qenë ulur. Dhe kjo është veprimi më i mirë dhe më i sigurt, të urinohet duke qenë në pozitën e ulur njeriu, edhe burri edhe gruaja. Nga se urinimi ulur kur është njeriu, kur të urinon duke qenë ulur, ka rrezik më të pakt nga spërkatja me urinë. Ndërsa ka ardhur hadithe ku i dërguari Allah sallallahu alaihi wasallam, hadithi i Al-Mughira ibn Shu'bah, që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nga një anë ka urinuar edhe në këmbë. Që ka dhënë në hadith që Mughira ka thënë ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subata qaumin fabala qa'ima. Thot erdhi pejgamberi sallallahu shkoi te një vend ku ka qenë borlogu, ka qenë thot mbeturinat e një fisi, thot dhe aty urinoi duke qenë në këmbë, urinoi duke qenë në këmbë. Pastaj këto transmetim që përmeni nga Abdullah ibn Dinarit, që thotë e kam pa thot Abdullah ibn Umerin duke urinuar në këmbë. E kam par Abdullah ibn Umerin duke urinuar në këmbë, nga sa Abdullah ibn Umerin ndoshta ka parë edhe ai pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në këmbë. Kështu që është e lejuar të urinohet edhe në këmbë për burrat dhe nuk ka gjë të keqe në të, mirë po duhet të sigurohemi që të jetë vendi ku nuk spërkatem, dhe nuk bjen urina në trup, nga se nëse spërkatesh nga urina, hyn në mallkimin e Allahut subhanahu wa taala nëse nuk pastrohesh pastaj. Akmil barakallahu fik. أحسن الله إليكم. قال يحيى: وسئل مالك عن غسل الفرج من البول والغائط هل جاء فيه أثر؟ فقال: بلغني أن بعض من مضى كانوا يتوضؤون من الغائط وأنا أحب غسل الفرج من البول. نعم. Maliku rahimullah shpytur thot atë lahet organi pas urinës dhe pas nevojës së madhe. Dhe a ka argument për këtë? A ka argument për këtë? Imam Maliku rahimullah ka thënë, kam arritur të dëgjoj thot nga ata që kanë qenë më herët, thot banorët e Medinës, se ata janë pastruar me ujë, thot nga nevoja e madhe. Dhe unë thot mua më pëlqen pastrimi i organit pas urinës. E kjo është duke bazuar në veprimin e banorëve të Kubas, për të cilët i ka lavduar Allah subhanahu wa taala, kur ka thënë për banorët e Kubas, ka thënë fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Në xhamin thot ka burra të cilët kanë qef, e dashurojnë, thot kanë qef të pastrohen shumë. Allahu i don ata të cilët i pastrohen shumë. Pastrimi i tyre në shumë ka qenë përdorimi i gurëve dhe ujit. Gur dhe ujë. Këtu Imam Maliku ka qëllimin, a ka argument, është pyetën thot, a ka argument që përveç gurëve bën të përdoret edhe uji. E nuk do thotë që pas urinës nuk pastrohet fare organi. Jo, pastrohet organi, por nëse bën vetëm me gur, mjafton. Mirë po, nëse bën edhe me ujë është edhe më mirë. Edhe këtë ka pëlqyer Imam Maliku dhe kjo është veprimi i banorëve të Kubas që kanë pastruar edhe me gur, edhe me ujë. Edhe me ujë, thotë, kështu që njeriu kur të urinoj, gjën më së paktë që duhet ta bëj është të pastrohet me gur, nëse jo gur atëherë me letra tualeti. Por të mos pastrohet fare nuk bën nga urina, siç bëjnë shumë prej njerëzve tanë të cilët nuk kanë dije. Të pastrohen pas nevojës së madhe, nuk pastrohen pas nevojës së vogël. Duhet të pastrohen edhe pas nevojës së vogël, edhe pas nevojës së madhe. Më së miri është me letër dhe me ujë, nëse nuk ke ujë mjafton vetëm letra apo vetëm ujë. Allah azim. Akmil barakallahu. أحسن الله إليكم. باب ما جاء في السواك. عن مالك عن ابن شهاب عن ابن السباق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع: يا معشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوه، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه، وعليكم بالسواك. نعم، والماء كما هو طيب يعني.
Tani Imam Maliku rahimahullah transmeton një transmetim nga Ibn Sibbaq që ka qenë për tabenëve, kështu që është kjo është prej transmetimeve mursale, do thotë kur një taben thotë që ka vepruar kështu pejgamberi sa. Tregon që pejgamberi sa ka thënë në një xhumë prej xhumave, ka thënë o musliman. Këtë ditë Allahu e ka bërë bajram. Prandaj lohuni. Dita e xumos është bajrami i javës. Bajrami i madh është dy bajramet të vitit janë Kurban Bajrami dhe Fitr Bajrami, ndërsa bajrami i javës është xhumoja. Prandaj thot Allahu ka bërë këtë ditë xumo, ka bërë këtë ditë bajram. Prandaj lohuni. Dhe kush ka për juve parfum, misk, nuk ka gjë të keqe të përdor atë. Dhe keni kujdes të përdorni miswakun. Miswaku të nderuar vëllezër, ose është pema pirrënies të erakut, që është një pemë që rritet në vendet arabe, që është pemë dhe rrënjët e tij përdoren për miswak. Ky është miswaku që thotë e ka kështu formën dhe përdoret për pastrim të dhëmbëve, miswaku. Ky është miswaku. Po ashtu miswak, siwak, qëllimi është pastrimi i dhëmbëve. Me çdo formë që bëhet pastrimi i dhëmbëve, qoftë edhe me furçë të dhëmbëve, me brush të dhëmbëve, llogaritet si miswak. Një po më i miri, miswaku më i mirë është ky që është nga druri i siwak. Kështu që pejgamberi sa ka urdhëruar të lahen dhëmbët me miswak apo me gjëra tjetër, më së miri është me miswak. Edhe gjëra e fundit që ka bërë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam para se të vdes ka qenë pastrimi i dhëmbëve të tij me miswak që ka bërë Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Që ka bërë ai dhe Aisha radhiyallahu ka zbut miswakin sallallahu alaihi wasallam. Akmil barakallahu fik. أحسن الله إليكم. عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. وتاني ka ditë tjetër nga Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, ku i dërguari Allah sallallahu alaihi wasallam ka thënë mos të friksohesha që do t'ja vështërsoj punën, edhe do t'ja vështërsoja punën umetit tim, do t'i urdhëroja të përdornin miswakun apo pastrimin e dhëmbëve në çdo abdes. Thotë as shumë e ka potencuar këtë punë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, saqë po të mos ishte vështirësim për umetin, do të na urdhëronte që të pastrojmë dhëmbët në çdo abdes. E nëse e bën me çdo abdes, ka gjë të keqe, mirë është ta bësh këtë punë me çdo abdes, ti edhe ti pastrosh dhëmbët me miswak apo me brush të dhëmbëve, kryesisht të pastrohet. Kjo është punë e mirë, mirë po nuk është obligative. Ky veprim mirë është veprim i mirë i muslimanëve, që muslimanët dallohen me pastërtinë e tyre të tërë trupit dhe të gojës së tyre. Akmil barakallahu fik. أحسن الله إليكم. عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أنه قال لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء. نعم، një gjë thotë transmetim tjetër nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë po të mos konsideron se si vështirësi për umetin e tij, do t'i urdhëronte të bënin miswak për në çdo namaz, mirë po kjo është është hadithi sahih dhe nuk është obligative, por është punë e mirë. Akmil bara. أحسن الله إليكم. كتاب الصلاة الأول باب ما جاء في النداء للصلاة. عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أراد أن يتخذ خشبتين يضرب بهما ليجمع الناس للصلاة، فأري عبد الله بن زيد الأنصاري ثم من بني الحارث ابن الخزرج خشبتين في النوم، فقال إن هاتين لنحو مما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل ألا تؤذنون للصلاة؟ فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استيقظ فذكر له ذلك، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذان. صلى الله عليه وسلم. Tani fillon kaptina e namazit. Do thotë e krytëm
e krytëm atë që atë kishte të bëjnë me pastërtinë, nga se pastërtia është çelësi i namazit. Pastërtia është çelësi i namazit. Nuk ka namaz pa pastërti. Nuk ka namaz pa pastërti. Tani fillon të nderuar, tani fillon kaptina e namazit. Kaptina e namazit dhe fillon më njëherë me pjesën që me thirrjen në namaz. Thirrja në namaz që është ezani. Thirrja në namaz, e cila është ezani. Transmeton tani një hadith që është mursal po ashtu, mursal, transmetimi i Yahya ibn Sa'idit nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thotë kur nuk përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur tabiini që është tabiin që përmend drejt ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ky është hadith mursal i ndërprer. Mirë po, ky hadith ka vargje të tjera, thotë ka transmetime të tjera ku përmendet edhe sahabiu i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe hadithi është i vërtetë. Thotë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë ka dashur çka që t'i marr dy drunj dhe të goditen ata drunj që të tubohen njerëzit në namaz, sikur një kumbon, thotë, sikur se kumona për zilja, sikur se zila apo si kumon që kumbon për namaz, kumona që kumbon për namaz, sikur se që është në kisha, sikur që është në kisha. Pastaj thot dhe që të tubohen njerëzit për namaz. E atëherë thot Abdullah ibn Zeidi, që ka qenë një prej shokëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ka pa në ëndër. Ka pa në ëndër thot që thot i ka pa këto dy komuna thot. Thot edhe i ka thënë këto, vërtet këto janë sigur ato të cilat pejgamberi sallallahu alajhi wasallam don të thras njerëzit në namaz, Thot atëherë i është thënë në ëndër, a nuk thirrni ezan? Pse nuk thirrni ezan? Thot. Atëherë thot ky kur zgjuar ka ardhur te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe i ka përmendur atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka urdhëruar që të thirret ezan. Atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka urdhëruar që të thirret ezani. Vllazit mirë, ezani është bërë sunnet të muslimanët në kohën pasi që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka shkuar në Mekë, në Medinë. Në Mekë sa shka qenë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është fal pa ezan. Dhe pastaj kur Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka shkuar në Medinë, është ligjëruar për muslimanët thirrja e ezanit në xhami. Dhe ky hadith thot ka ardhur nga Abdullah ibn Zeidi që ka pa këtë ëndër, po ashtu të njëjtën ëndër ka pa edhe Umar radhiyallahu anhu. Të njëjtën ëndër e ka pa edhe Umar radhiyallahu anhu, dhe të ka qenë i tër ezani. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka shikuar për shokët e tij se kush e ka zërin më të madh dhe më të kumbueshëm, dhe atëherë ka urdhëruar Bilalin radhiyallahu anhu të thret ezanin. Ka urdhëruar Bilalin radhiyallahu ta'ala anhu të thras ezanin, dhe kjo ka qenë nga kohë kur pejgamberi sa ka qenë në Medinë. Akmel barakallahu fik. أحسن الله إليكم. عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. Tash hadithin nga Ibn al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë kur ta dëgjoni thirrjen, thirrja do të thonë nida është ezani. Kur ta dëgjoni thirrjen, atëherë thoni ashtu siç thot muezini, kur thot muezini, kur thot Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, thot ashhadu an la ilaha illallah, thot ashhadu an la ilaha, kur thot ashhadu anna muhammadar rasulullah, thot ashhadu anna muhammadar rasulullah, kur thot muezini hayya ala as-salat, atëherë ka në hadith tjetër ku pejgamberi sa ka thënë la hawla wala quwwata illa billah. Të thoni nuk ka lëvizje e as forcë përveç se me Allahun subhanahu wa ta'ala. Thot nuk ka forcë që
apo lëvizat, nuk mund, pamundër është që ti të shkosh në xhami apo të bësh ndonjë veprim, përmes Allahut subhanahu wa taala, dhe Allah është ai që na mundson neve të falim edhe të shkojmë në xhami. Akmil barakallahu fik. أحسن الله إليكم. عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. Tani është hadith tjetër nga Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhum, edhe siç e shihni vëllezër në shumicën e haditheve përmendet Abu Huraira radhiyallahu anhu, nga se Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu është transmetuesi më i madh i haditheve të Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Ka transmetuar më shumë se 7000 hadithe nga i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wa sallam, që ka transmetuar më së shumti hadithe nga Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Po të regon këtu që Abu Huraira radhiyallahu anhu që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, po ta dini njerëzit se çfarë ka në thirrje. Në thirrje thotë në ezan. Dhe në safin e parë. Pastaj thotë edhe nuk kanë mundësi tjetër të bëjnë këtë, të jenë në saf parë apo të jenë ta trasin ezanin, përveç se duke qitur short, thotë do ta bënin short, do ta qesnin në short. Dhe po ta dini se sa shpërblim të madh ka në nxitim të shkojnë sa më herët në namaz, thotë do ta bënin atë punë, do të nxitonin për të shkuar sa më herët në namaz. Thotë dhe po ta dinin se çfarë shpërblimi ka në namazin e yatsis, namazin e ishas, do thotë yatsis, dhe në namazin e sabahit, do të vinin, thotë, qoftë edhe zhagas, duke u zhagitur. Nëse s'ke mundësi tjetër të shkosh në xhami përveç se duke u zhagitur, duke ecur këmbadorës, do ta bëje këtë punë. Po ta dinin çfarë shpërblimi të madh ka në to. Kështu duhet njerëzit të nxiten, të tregohen për shpërblimin e namazit dhe shpërblimin e pranisë në namaz dhe thirrjes së azan. Akmil barakallahu fik. أحسن الله عليكم. عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه وإسحاق أبي عبد الله أنهما أخبراه أنهما سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى صلاة. نعم. Tash ka hadith tjetër poshtë nga Abu Huraira që pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam ka thënë, kur të dëgjoni, kur të bëhet ikameti, pra mos hajdeni duke nxituar. Mos hajdeni duke nxituar, mos hajdeni duke nxituar, çfarë qëllimi thotë, duke vrapuar apo duke nxituar, duke nxitur shumë. Mirë po thotë hajdeni duke ecur me qetësi, duke mos nxitur. Thotë prandaj thotë atë që e kapni faleni. Ato që ju ka humbur plotësojeni. Për shembull, e ke kapur rekatin e tretë, ka met rekati i parë dhe i dytë, e plotëson rekatin e dytë, parë dhe dytë, pasi të japet selam. Fa inna ahadakum fi salatin ma kana ya'midu ila as-salat. Nga se njëri nga ju thotë është në namaz përderisa e ka qëllim namazin. Përderisa ka qëllim të shkojë në namaz. Thotë ti je në namaz, edhe rrugës duke shku për namaz. Llogaritet si shpërblim i namazit. Pra asaj mos nxiton nëse që imami është në ruku apo në sejdë, nxiton me vrapu, me him me vrap në jo. Ec nga dal dhe hyn në ato dhe bindju Allahut subhanahu wa taala dhe bindju të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wa sallam. Po ashtu nga hadithi kuptohet që ikameti bën të thirrat nga jashtë dhe të dëgjohet edhe jashtë. Dhe nuk është ky veprim thotë që bëhet poshtë në shumë vende të na që ezani thirret me zmadhues të zërit dhe ikameti jo. Ikameti vetëm brenda xhamisë jo. Nga se qysh mund të dëgjojnë ata jashtë që po thirret ikameti.
dhe të nxitojnë. Ka hadithat nëse dëgjohet, prandaj kjo është argument që bën të thirrët edhe ikameti nga jashtë. Barakallahu fikum. Akmil. أحسن الله عليكم. عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ky hadith është nga Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhum, që ai I ka thënë Abu Sa'sa'as, një nga ansarët, që ka thënë po të shoh ty që ti I don delet dhe e don shkretëtirën, ke qef të shkosh me dele në shkretëtir. Dhe nëse je thot me delet e tua, dhe ose je në shkretëtirën tënde, larg njerëzve, je vetëm me dele, larg në shkretëtir, larg. Thot atëherë thot dhe e thrasësh dhe kur ta thërithësh e zonit, do thot je vetë në dele, thirrë prapë e zonit. Thot ngrit e zërin tënd me thirrje në ezan. Nga se nuk ndodh që të dëgjoj zërin tënd asnjë gjin, asnjë njeri, asnjë gjë tjetër përveç se do të dëshmoj për të ditën e Kiametit. Thot gjinët, njerëzit, guri, druri, çdo gjë që e ka dëgjuar zërin tënd, thot do të dëshmoj për ty ditën e Kiametit se ti ke thënë hayya 'ala as-salah, hayya 'ala al-falah, se ka thënë ashhadu an la ilaha illallah, se ka thënë ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, do të dëshmoj për ty. Prandaj ngrit e zonin, shkoj zoni sa më lart. Sa më lart të dëshmoj sa më shumë vetë për ty. Thot Abu Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, thot e kam dëgjuar këtë nga Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akmil barakallahu fik. أحسن الله إليكم. عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع النداء، فإذا قضي النداء أقبل، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذا واذكر كذا، لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل إن يدري كم صلاه. Naam. Tani është një transmetim tjetër nga Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, po ashtu, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë kur të thirret në namaz, thot shejtani thot largohet thot duke qit mbrapa, ka hadith durat është pordh thot z që del nga mbrapa me z, do thot gaz që del nga pjesa e mbrapshme e trupit me z, do thot nga shqetësimi I madh, thot shejtani ka pordh, ashtu thot ka në hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nga shqetësimi I madh, nga ikja e madhe, nga citimi I madh e bën këtë punë, thot dhe që mos ta dëgjoj ezanin, largohet shpejt që nga ezani, largohet shpejt nga ezani. Pastaj thot e kur të thirret, thot kur të mbaroj ezan, thot kthehet prap. Dhe derisa të thirret ikameti. Dhe prap thot largohet. E kur të kryet ikameti, ai kthehet prap dhe mundohet t'i bëj vezvese njeriut. Mundohet t'i bëj vezvese njeriut. Do t'i thot. Njeriu do t'i thot. T'i thot përbënde këtë, kujto këtë punë. Kujtoj kësaj, pse nuk e kujtuar, thot. Prandaj thot njeriu habitet dhe nuk e din sa namazi I ka fal, sa rekate I ka fal.
Kështu bën shejtani. Shejtani largohet shumë nga nuk llogaritet që, më falni, shejtani nga shqetësimi i madh që ka kur të thirret ezani dhe din që në ezan pastaj mas në ezanit është namazi. Dhe në namaz ai është nxitur që të bëj atë përkujtohet me atë që nuk i është bindë Allahut me të, që Allah ka urdhëruar të bëj sejdë Ademit, dhe ai nuk ka bërë sejdë. Në namaz ka sejdë, edhe atij i kujtohet kjo gjë dhe nuk don të marr pjesë në të dhe s'ka qef që njerëzit ta bëjnë atë, po atë prandaj largohet shumë nga shqetësohet shumë nga kjo punë. Dhe shejtani thotë largohet nga muslimani. Për këtë mirë po, pastaj vjen prap në namaz dhe mundohet ta shqetësoj muslimanin, ta largojë nga përmendja e Allahut subhanahu wa taala. Akmil barakallahu. أحسن الله عليكم. عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: ساعتان تفتح لهما أبواب السماء وقل داع ترد عليه دعوته، حضرة النداء للصلاة والصف في سبيل الله. نعم. نعم. Pejgamberi tani është një hadith tjetër nga Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi që ai ka thënë janë dy orë, dy momente, thotë, momente kur hapen dyert e qiellit, dhe nuk ndodh do thotë që dikush të bëj dua në atë kohë, përveç se do t'i pranohet duaja. Ato janë çka thotë kur të thirret në momentin kur të thirret ezani dhe në gjatë momentin kur njerëzit rreshtohen të luftojnë fi sabilillah, rreshtohen para armikut, të fillojë betejë kundër armëjve të Allahut subhanahu wa taala, kundër atyre të cilët doin të luftojnë fenë e Allahut subhanahu wa taala. Në këto momente pranohet më së shumti duaja. Ky hadith është hadithi që thot është transmetimi është mauquf, thot kur sahabiu thot një gjë thot nuk e përmend pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, mirë po ka kuptimin e raf'it, kuptimin sikurse që ka ardhur nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nga se kur sahabiu tregon për një gjë që ka në të shpërblim dhe ka gjëra që kanë të bëjnë me gjërat që janë të lidhura me shariatin e Allahut subhanahu wa taala dhe tregimin e shpërblimit se janë gjëra që janë ghaibet, ato të tregojnë që ai ka dëgjuar këtë gjë nga Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Akmil barakallahu fik. أحسن الله عليكم. قال يحيى: سئل مالك عن النداء يوم الجمعة هل يكون قبل أن يحل الوقت؟ فقال: لا يكون إلا بعد أن تزول الشمس. نعم. Tani Imam Maliku rahimahullah pyet për ezanin ditën e xumatit. A bën të jetë para se të hyj vakti? Ka thënë Maliku rahimahullah, ka thënë jo, nuk bën të jetë vetëm se pasi që të hyj vakti i drekës, do thotë para se të hyj vakti i drekës, kur dielli ta kaloj zenitin, kur dielli ta kaloj zenitin, mirë po për këtë ka hadith që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nga një herë e ka fal xhumon ditë tjetër, ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë që është në Buhari, hadithi i Enesit radhiyallahu ta'ala, kur pejgamberi kur ka thënë kunna nubekkiru bil jum'ati wa naqilu ba'da al jum'a, thotë nxitonim e fanim xhumon herët, dhe ka transmetime që xhumaja bën të falet edhe të thirrë bila edhe ezani para se të hyj vakti i drekës, nëse ka nevojë, kuptohet, nëse ka nevojë për këtë. Barakallahu, akmil. أحسن الله عليكم. قال يحيى: وسئل مالك عن تثنية النداء والإقامة ومتى يجب القيام على الناس حين تقام الصلاة، فقال: لم يبلغني في النداء والإقامة إلا ما أدركت الناس عليه، فأما الإقامة فإنها لا تثنى، وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا، وأما قيام الناس حين تقام الصلاة فإني لم أسمع في ذلك بحد يقام له.
إلا أني أرى ذلك على قدر طاقة الناس فإن منهم الثقيل والخفيف ولا يستطيعون أن يكونوا كرجل واحد. نعم. Tani Imam Aliku rahimullah është pyet për atë se të thuhet nga 2 herë në ezan dhe në ikamet, dhe kur duhet të ngriten njerëzit kur të bëhet ikameti. Edhe Imam Aliku thot ka thënë që njerëzit i kam rritur njerëzit në Mekë, në Medinë, thot që ikamja nuk është ikameti, do thot, nuk është me ka 2 herë, do thot, nuk thuhet në ikamet 2 herë hayya ala salah, hayya ala falah. Do të thuhet vetëm 1 herë, hayya ala salah, hayya ala falah. Dhe kjo ka thot, kjo është veprimi i njerëzve në vendin tonë. Ndërsa ngritja në këmbë thot kur bëhet, kur thot hayya ala salah apo kur thot varet për njeriu, thot dikush është më i rënd, dikush më i lehtë, kur të kemë mundësi të shumë. Mirë po, thot kur ka mundësi njeriu të ngritet në këmbë kur bëhet ikameti, atëherë ngritet. Jo kur thot hayya as-salah, jo diçka. Mirë po ka një hadith tjetër që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë që mos u ngritni për kur vini ikameti derisa të më shihni mua. Pejgamberi sa ka ardhur dhe kur ka ardhur, ndoshta ka filluar ikameti më herët, ndërsa kur ka dalë pejgamberi nga dhoma e grave të tij dhe është fut në xhami, atëherë ka thënë të ngriten sahabit. Pastaj këtu është forma e ikametit. Ikameti ka 2 forma. Një formë është ajo që e shihni për shembull në Mekë dhe Medinë kur të shkoni, ajo është të thuhet nga një herë hayya ala salat, hayya ala falah. Ndërsa forma tjetër është ajo që bëhet në xhamiat në vendet tona, që thuhet nga 2 herë hayya ala salat, hayya ala salah, hayya ala falah, hayya ala falah. Dhe kjo është po ashtu është prej sunetit, nga se është hadith ezani e Abu Mahdhuras që ka qenë muezin në Mekë në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dhe ai e ka bërë ezanin në atë formë, dhe është prej sunetit. Të 2 ezanet janë sunet. Zvan thot dhe një vëlla prej neve thot që ezani siç bëhet në xhamiat te ne kur thuhet nga 2 herë hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala falah, hayya ala falah në ikamet, tani ikameti nga 2 herë nuk është bidat, por është pra edhe ajo formë e sunetit të thirrjes së ikametit. Allahu di mësi. Akmil barakallahu fik. أحسن الله إليكم. قال يحيى: وسئل مالك عن قوم حضور أرادوا أن يجمعوا المكتوبة فأرادوا أن يقيموا ولا يؤذنوا. قال مالك: ذلك مجزئ عنهم، وإنما يجب النداء في مساجد الجماعات التي تجمع فيها الصلاة. نعم. Imam Maliku rahimahullah tani është pyet për thot për disa njerëz që kanë qenë në një vend dhe kanë deshur të bëjnë bashk namazet fars, kanë qenë thot udhëtar apo diçka tjetër që të falin namazet bashk. A duhet dhe kanë dashur të bëjnë ikamet pa thonë ezan. Nga se Imam Maliku ka thënë mjafton vetëm ikameti, nga se ezani është në xhamiat kur bëhet me xhamat dhe ku thirrën njerëzit të bëhen për namaz. Thotë nëse njerëzit janë në udhtim, nuk e kanë obligim të thënë thirrjen e ezanit. Është mirë, por nuk është obligim. Nga se obligim ezanit është në xhamia ku të bëhen njerëzit për faljen e namazit. Akmil barakallahu fik. أحسن الله إليكم. قال يحيى: وسئل مالك عن تسليم المؤذن على الإمام ودعائه إياه للصلاة، ومن أول من سلم عليه، فقال: لم يبلغني أن التسليم كان في الزمان الأول. نعم. Tani po pyet Imam Maliku po pyet thot për atë që a është prej sunetit të shkohet të thirrët të jepet selam, të bëhet kjo një veprim që ka qenë në atë kohë, do thot është përmend që
çka kanë bë, thotë kanë shku deri te imami dhe kanë thirrë, kanë thënë selam aleikum, apo vjen, hajde se erdhi vakti për namaz. A është ky veprim? Imam Malik ka thënë nuk është prej veprimeve që i kemi njohur në kohën e pejgamberit, në kohën e banorëve të Medinës, nuk njihet kjo nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, as nga banorët e Medinës. Kjo tregon që gjërat e reja që vinë në fetë Allahut subhanahu wa taala, veprat që shtohen në namaz, dietarët tërkohën i kanë të vërtetën prej tyre dhe kanë treguar që mos të veprohen, nga se janë në kundërshtim me atë që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akmil barakallahu fik. أحسن الله إليكم. قال يحيى وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم انتظر هل يأتيه أحد فلم يأتيه أحد فأقام الصلاة وصلى وحده ثم جاء الناس بعد أن فرغ أيعيد الصلاة معهم فقال لا يعيد الصلاة ومن جاء بعد انصرافه فليصلي لنفسه وحده. نعم. Tani Imam Maliku është pyet thot për një muezin që ka qenë thot një xhami, ka thirrë azanin, ka prit të bëhen njerëzit, s'ka ardhur askush. Pastaj thot është fal vetëm, ka bëj kametin, dhe është fal vetëm. Masi ka dhënë selam, pasi që ka dhënë selam, kanë ardhur njerëzit. Thot edhe ata përsërit namazin, ky muezin ka thonë jo. Nuk e përsërit namazin dhe ata thot falen veç e veç. Falen veç e veç. Kjo për shkak të ndalesës që të bëhet në xhami një xhamat i dytë. Të bëhet një xhami një xhamat i dytë. Nëse në xhami shkohet dhe është kryer namazi, prej sunetit më së miri është që të mos bëhet xhamat i dytë. Mos bëhet xhamat i dytë, po vetëm falet një xhamat. Kush vin mas kësaj, falen veç e veç. Falen veç e veç, kështu ka thënë Imam Maliku rahimahullah. Akmil barakallahu fik. أحسن الله إليكم. قال يحيى وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم تنفل فأرادوا أن يصلوا بإقامة غيره فقال لا بأس بذلك إقامته وإقامة غيره سواء. Tani thot tani po pyet Imam Maliku, thot Imam Maliku thot po pyet është pyet për një muezin, i cili ka thirrë azanin, pastaj ka filluar me fal sunet. Ka filluar me fal sunet, me fal nafile, dhe vjen dikush atë i kametin vend tifet. A bën ta thras dikush i kametin nëse ai është duke fal sunet do të nxitojnë apo diçka thot. Nuk ka gjë të keqe. Nuk ka gjë të keqe Imam Maliku thotë që dikush tjetër ta thrat i kametin prej atij që ka thirr azanin. Akmil barakallahu fik. أحسن الله إليكم. قال يحيى قال مالك لم تزل الصبح ينادى لها قبل الفجر فأما غيرها من الصلوات فإنا لم نراها ينادى لها لم نراها ينادى لها إلا بعد أن يحل وقتها. نعم. Pastaj Imam Maliku rahimullah thot vazhdimisht thot sabahi është thirrur para se të thirret, para se të hi vakti. Thot ndërsa vakte tjera thot nuk thirren përveç se kur të hi vakti. Qëllimi është ezani i sabahut. Ezani i sabahut ka dy ezane. Është ezani i parë që ka thirr Imam Mektumi, që ka thirr Bilali, që ka thirr para se me hi vakti. Ezani i dytë masi të hin vakti, pasi që të hyj vakti namazit. Vakte tjera pasi që të hyj vakti thirrën. Akmil barakallahu fik. أحسن الله إليكم. عن مالك أنه بلغه أن المؤذن جاء عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائما فقال الصلاة خير من النوم فأمره عمر يجعلها في نداء الصبح. نعم. Këtë transmetim është thotë që Maliku rahimullah tregon që Umer radhiyallahu anhu thotë muezini Umer radhiyallahu anhu ka shkuar te Umer radhiyallahu anhu ta thras për namaz të sabahit thotë dhe e ka gjetur Umerin duke flet. Dhe ka thënë as-salatu khayrun min an-nawm, thotë namazi është më i mirë se sa gjumi. Atëherë thotë Umer radhiyallahu anhu ka urdhëruar që ta bëj këtë tërkohën në namaz të sabahit. Këtë ezan ta bëj këtë pjesë ta shtoj në namaz të sabahit thuhet as-salatu khayrun min an-nawm. Ky transmetim i ndërprerë nga Maliku rahimahullah, nuk transmetohet ai kush është ndër mes tij dhe Omerit radhiyallahu anhu. Për panditët e vërteta
janë të lidhura nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është në kohën e tij, hadithi e Abu Mahdhuras është që është thirr, po ashtu në kohë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është thirr thotë duke thënë as-salatu khairun min an-nawm, thotë namazi është më i mirë sesa gjumi në ezan të sabahit, dhe kjo është pjesë e ezanit të sabahit. Allah di më së miri. Akmil barakallahu fik. أحسن الله إليكم. عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة. Maliku transmeton tani nga xhaxha i tij, Suhejl ibn Malik, se gjyshi i tij, gjyshi babai i tij, që është gjyshi i Malikut rahimahullah, ka thënë nuk di gjë prej dhe cila ka qenë thotë si në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, përveç thirrjes në namaz. Këtë ka thënë Maliku, që ka qenë gjyshi i Imam Malikut, që ka qenë pe sahabe. Ky ka thënë këtë fjalë. Dhe thotë njerëzit janë larguar, e ka konsideruar se njerëzit janë larguar shumë nga feja Allah subhanahu wa taala, s'ka më diçka që i kujton ata nga koha e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam përveç ezanit. Ka ardhur transmetime nga sahabët që ka thënë vetëm namazi është ai që i përkujton njerëzit siç ka qenë koha e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo thotë që të tregojnë se sa janë larguar njerëzit nga Islami vërtet, nga praktikimi tamam i fesë Allah subhanahu wa taala siç ka qenë në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Akmil barakallahu fik. أحسن الله إليكم. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي إلى المسجد. Tash Maliku transmeton nga Nafiu që ka qenë shoktori i Abdullah ibn Umerit radhiyallahu ta'ala anhuma, ai ka qenë thotë në Beqi' thash në lindjet të xhamisë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, aty janë varret njëra të Beqi'is, ka qenë aty dhe thotë e ka dëgju ikametin, thotë dhe atë dhe kanë nxitu ecjen e tij për në xhami. Prap kjo është argument që ikameti bëhet edhe jashtë, thotë do thirret ikameti edhe me zmadhues të zërit nga jashtë, apo muezini dal jashtë të dëgjohet ikameti nga jashtë. Këto thotë Abdullah ibn Umar ka kuptuar ndalesën e pejgamberit për nxitim, mos jetë nxitimi me vrapim. Mirë po nëse është shpejtimi i hapave, s'ka gjë të keqe me këtë veprim. Akmir barakallahu fik. أحسن عليكم. باب النداء في السفر وعلى غير وضوء. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، فقال: ألا صلوا في الرحال. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: ألا صلوا في الرحال. Naam. Tani po një pjesës që ka të bëjë me thirrjen e ezanit në udhtim dhe me atë që nuk ka abdes. A është obligim? A është obligim thirrja e ezanit në udhtim kur je gjatë udhtimit dhe nëse nuk ke abdes. Abdullah ibn Umeri thotë e ka thirr ezanin në një natë që ka qenë e ftoftë dhe me erë të madhe, ka pas erë të madhe, dhe ka qenë ftoftë dhe ka thënë në ezan: "Ala sallu fi rihal", ka thënë faluni në ato në vendet ku jeni. Dhe ka thënë se Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka thënë ka urdhëruar muezinin nëse ka qenë natë e ftoftë dhe ka pas shi, të thotë "Ala sallu fi rihal", thotë faluni aty ku jeni, thotë mos hajdani të boheni për namaz në xhami, thotë nëse ka diçka që pengon nga ardha në xhami, siç është era e madhe, shiu i madh, atëherë mjafton muezini mund të thojë këtë fjalë salatu fi rihal, thotë namazi në vendet ku jeni, në vendet
të vendet aty ku jeni dhe mos hajdeni mu fal në xhami. Nëse është kjo pengesë e ardhjes në xhami, thotë se kështu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Akmil barakallahu fik. أحسن الله إليكم. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يزيد على الإقامة في السفر إلا في الصبح، فإنه كان ينادي فيها ويقيم، وكان يقول: إنما الأذان للإمام الذي يجتمع إليه الناس. Prapë transmetim nga Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu thotë që ai kur ka qenë në udhtim nuk ka shtu më shumë se sa i kametin, thotë nuk e ka thirrë azanin përveç për namaz të sabahit, thotë përmes namaz të sabahit, atëherë thotë ka bërë edhe ezan edhe ikamet dhe ka thënë se ezani është për vendin ku të bëhen njerëzit, ku të bëhen thotë për xhami, thotë jo për vendin nëse je jashtë. Kjo është prapë kuptimi që ezani është sunnet. Ezani është sunnet dhe nuk është obligim të thuat. Për mirë, po nëse thuat është më mirë. Ekmil barakallahu fik. أحسن الله إليكم. عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه قال له: إذا كنت في سفر فإن شئت أن تؤذن وتقيم فعلت، وإن شئت فأقم ولا تؤذن. Prapë transmetim nga Urwa radhiyallahu ta'ala që ka qenë pejgamberëve që ka thënë nëse je në udhtim, nëse do bë ezan, e nëse ose ezan me ikamet bë, e nëse don vetëm bë ikamet e mos thirr ezan. Ekmil barakallahu fik. أحسن الله إليكم. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: لا بأس أن يؤذن الرجل وهو راكب. Pastaj Imam Maliku rahimahullah thotë nuk ka gjë të keqe njeriu të thras ezanin duke qenë hipur në një kafsh apo hipur në një mjet udhëtimi. Nuk ka gjë të keqe në këtë veprim. Ekmil. أحسن الله إليكم. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: من صلى بأرض فلاة صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك، فإذا أذن وأقام الصلاة أو أقام صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال. نعم. Maliku rahimahullah e transmeton nga Said ibn Musayyab, që ka thënë që tash ky është prapë një transmetim mursal, që ka thënë kur dikush është në një tokë të largët, ardhu falat, do të thonë tokë të larg njerëzve, thotë dhe kush falet thotë në tokë të largët, thotë në të djathtën e tij do të falet një melek dhe në të majtën e tij do të falet një melek. Dhe thotë dhe nëse e thret ezanin dhe ikametin për namaz, ose thotë nëse e thret ezanin dhe ikametin apo vetëm ezanin, thotë atëherë thotë mbrapa tij do të falen melaqe sa kodrat, të shumta sa kodrat, melaqe të shumta, të shumta të sa kodrat. Kjo është hadith që është nga Abdullah nga Said ibn Musayyab, thotë që është maqtul, thotë nga se nuk është mursal, por është maqtul, nga se ka përmend hiç pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Mirë po ka transmetim nga Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë kush të thret ezanin dhe bën ikametin, po do të falen mbrapa atij nga ushtritë e Allahut ata shumë sa nuk i din dy skajet e tyre. Nuk i din skajet e tyre. Kjo është që të nxitet njeriu, njerëzit që të falen sa më shumë, edhe nëse janë jashtë dhe të bëjnë ezan dhe të bëjnë ikamet. Ekmil barakallahu. أحسن الله إليكم. باب قدر السحور من النداء. عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا ينادي بالليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. نعم. أكمل. عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قال: وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت.
këtu transmeton një transmetim nga Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë që Bilali e thret ezanin natën. E thret ezanin natën. Prandaj hani e pini derisa të thret Ibn Ummi Mektumi. Kjo është pjesë që ka të bëjë me syfyrin para ezanit. Kjo është ezani i parë. Ezani i parë ka qenë ezani i Bilalit, radhiyallahu që ka thirrë natën para se të hyjë vakti i sabahit. Ka thënë pejgamberi, ka thënë hani e pini derisa të thret ezanin Ibn Ummi Mektum që ka thirrë në kur të hyjë vakti. Ne ka transmetimin tjetër që pejgamberi ka thënë këtë dhe në fund pastaj kanë treguar se Ibn Ummi Mektumi ka qenë njeri i verbërt, dhe nuk e ka thirrë ezanin derisa i ka thënë hyni vakti i sabahit, atëherë e ka thirrë ezanin. Wallahu tebaraka ve teala a'lam. Wa sallallahu alaihi wa baraka ala nabiyyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Për mirësisë Allah subhanahu wa taala mbaruan këto hadithe për sot.